U ndan kur ajo ishte vetëm në inkubator. Pas 2 vitesh, një nën nga Gaza përqafon sërish vajzën e saj. Një histori që të prek thellë, të paktën 8 foshnje të lindura para kohe të evakuuara nga Gaza në ditët e para të luftës janë kthyer nga Egjipti dhe janë ribashkuar me familjet e tyre. Ata ishin pjesë mbi 30 të posalindurve në gjendje të rëndë, të cilët u nxorën nga spitali Shifa në nëntor 2023, mes bombardimeve dhe luftimeve të ashpra. Mes tyre ishte edhe Bisan. Nëna e saj Sundus Al-Kurd nuk e pa më vajzën që nga momenti kur u detyrua ta linte në inkubator. Ajo përjetoi muaj të tërë ankthi pa ditur nëse foshnja e saj ishte gjalla apo jo. Jetova mes shpresës dhe dëshpërimit, tregon ajo. Shikoja fotot e foshnjave dhe përpiqesha të kuptoja nëse njëra prej tyre ishte vajza ime. Vetëm pas gati 1 viti, Sundus mësoi të vërtetën. Bisan ishte gjallë në një spital në Egjipt e identifikuar nga një byzylyk roz që mbante që nga lindja. Lajmi ishte si një mrekulli për një nën që kishte humbur tashmë një fëmijë tjetër dhe disa nga të afërmit më të dashur gjatë luftës. Sot, pas 2 vitesh ndarje, ato më në fund janë bashkë. Ky ribashkim është një rreze e vogël shprese në mes të një realiteti të ashpër, ku e ardhmja e Gazës mbetet e pasigur dhe e varur mes luftës dhe paqes.